vetës tënde, mbaroj, pse duhet të ta dëgjoj. Pyte një vetën, çfarë më the, pse ndone mos me thonë kur ne. Jeta ime, bota ime, si unë të detyroj, të ndua shqyrësoj. Jeta ime, bota ime, unë lodh dhe ka shumë, prandaj iki unë jeta ime. Drejtën e syve të kisha ty, zemrën djesht e pate me dhy. Pyte njërë vetën, çfarë më the, pse ndone mos me thonë kur ne. Jeta ime, bota ime, si unë të detyroj, të ndua shqyrësoj. Jeta ime, bota ime, unë lodh dhe ka shumë, prandaj iki unë jeta ime, bota ime, si unë të detyroj, të më ndua shqyrësoj. Jeta ime, bota ime, unë lodh dhe ka shumë, prandaj iki unë jeta ime. Bota ime, jeta ime, bota ime. Mirë se po takohemi në rubrikën Kam diçka për të thënë. Sot në ditën e 8 marsit, ditën ndërkombëtare të gruas, sjellim një grua që sfidon çdo pritshmëri. 70 vjeçe, aktive, piktore, një shpirt që nuk ndalet se krijuari e së lëvizuri. Një dëshmi që forca e gruas nuk matet me vite, por me pasion, guxim dhe dashni për jetën. Sot flasim për rolin e gruas, për artin dhe për energjinë që nuk shuhet. Me neve sot Raimonda Katanolli. Mirë se na erdhe o star. Mirë se gjeta, faleminderit. Knaqësi e madhe të kem përballë. Shumë faleminderit. Po ndina edhe unë edhe ma e bukur të e pas një zonjë kaq të paraqeshme përballa. Raimonda, si po ndihesh sot në këtë ditë të 8 marsit? Po ndihem shumë krenare, po ndihem shumë bukur, edhe e plotësuar. E plotësuar në të gjitha Në të gjitha. Çfarë kuptimi ka për juve kjo ditë personalisht? Kjo ditë për mua ka një kuptim shumë të rëndësishëm, nga që në familje rolin këq e luan gruaja. E rëndësishmja çdo formë Në çdo formë, në çdo aspekt, në çdo sferë, gruaja e ka rolin këq. Kur e kthen Monda, po të thras Monda. Po, s'ka problem, hiç po. Ndërsa nuk e ke probleme dhe më shkurt edhe mënyrë ma mitësore. Për çfarë je krenare më shumë si grua? Kryesisht për atë që i rrita 4 fëmijë, e të cilët vërtet u ban vetvetja, arritën atë çka deshtën, edhe më plotësuan edhe mu. Fëmijët kryesisht i quaj muratorët, e mi për arsye se ata ma kanë muru zemrën. Janë dashuria më e madhe për mu. T'japin forcët e ma shumë, Monda? Shumë forcë, shumë forcë. Shumë dashuri, shumë forcë, shumë mbështetje, edhe kur e di se ata i kam dikund, jam shumë e fuqishme. Janë forca më e madhe realisht për çdo nënë, realisht fëmijët ashtu. Çojmë kaq të paraqiçme, aktive, shumë energjike po ashtu, edhe të jesh në këtë moshë, Monda, nuk është që e shohim shpesh herë, çka të bën kaq të fortë?
Në të 70-at e tua? Ndoshta kisha me thanë që vërtet ja dola, edhe në fund, kur veç fidova me u marrë me diçka që më shumë ti mu personifikante, edhe më flante më së shumë ti me pikturën, atëherë disi po e ndi vetën edhe më të plotësume. Të shdo është ko munda me gjetë kështu vetën, qka po të flam pak ma shumë me bu zakonisht në rutinën tone? Kryesisht, kur kom qenë më e re, i kam dashur shumë shkencat, për arsye se më flanin shumë edhe më shkonin, po pastaj mora krejt diçka tjetër me studiu, veç në mosh, e parë se diçka që ka kish me më plotësu, edhe që ka kish me më dhuru më tepër dashuri, edhe qetësi të shpirtit, ishte arti. Edhe fillova me u marrë. Dhe u largut nga shkenca? U largova nga shkenca. Fokusi ishte të arti? Po, që është të arti, të piktura kryesisht. Edhe pse bëj edhe në skulptur punime. Në cilin moshë arrite të realizosh pikturën e parë kështu? Pikturën e parë në moshën 65 vjeqare. 65 vjeqare? Jo, do të thotë që jo marrë me pikturë dhe si fëmi. Po, taman art ishte në moshën 65. Do të thotë që njeriu nuk duhet i thotë vetës asnjëherë që është vona, po nuk duhet bërë. Asnjëherë, nuk mundet, nuk ka, po mendoj, nuk është fundi asnjëherë. Gjithherë është fillimi, gjithherë është fillimi. Ku me marrë moj këtë energji kështu, gjithherë fillimi me qenë për neve? Duhet, sidomos për femnat. Asnjëherë mos të rëzohemi. Gjithherë në kamp, edhe të fuqishme, të plotësume. Po si mundemi me qenë të fuqishme, të plotësume, mos të rëzohemi edhe atëherë kur kalojmë sfidat të shumta? Munda une që të njoh, e di që ju pashtu keni kaluar sfidat shumta jetësore, por që sa ka ndiku ato në formimin tënd, në personalitetin tënd? Sfidat, sa ma shumë që ti sfidohesh, aq me efort bëhesh, pse ato të forcojnë, apo kuptan, asnjëherë nuk të rëzojnë, po në qoftë se e ke vullnetin, në qoftë se ke dashuri, edhe ngrohtësi, atëherë gjithherë i arrin, edhe forcohesh. Si kanë qenë ato ditë kur ndoshta nuk ka pas shumë dritë në rrethanat e jetës? Ndëgja, në jetën time ka pas shumë ditë në cilat s'kom pas dritë, po gjithherë mendoja se i kam 4 fëmijë, edhe duhet për ta të ngritem, të forcohem, edhe veç të vazhdoj jetën. Edhe dashuria e bon krejt, dashuria. Dashuria për jetën, për fëmijët, vullneti, kështu. Monda, realisht nga biseda që ne i kishim, e kam dëgju, e kam kuptu që ishit përzgjedhur asë kohë kur kishit qenë studente të studionit realisht jashtë vendit Amerikë, po me qenë se nuk isha mirë me shëndet, prindët s'ishin gati me më lëshume me studiu atje, dhe pastaj jo që u pajtova me prindët, po u pajtova me mundësin për me u mjeku këto, se këtu ishin kushtet më të dopta se jashtë, po me gjithate koha nuk premtonte edhe u desht me ngel këtu. Po me gjithate e shijova edhe jashtë, jetova edhe jashtë, edhe vërtet u knaqa. U knaqa. Sa vite jetove jashtë? Jetova diku afër 10 vjetë. Po prapë se prapë studimet nuk është që i realizove, ashtu që i ndroje? Nuk i realizova. Qysh rrjedhi më pas jeta Monda? Studimet, pastaj njohja me babën e fëmijëve, filloj një jetë tjetër, një dinamik tjetër, po me gjithate unë konsideroj që gratë në ditët e sotme janë shumë të ngarkuara, dhe kanë dinamikë më të madhe se përpara. Nga që përpara kemi pas mundësi se ishte ajo ngrohtësia e të afërmve, të prindve më e madhe se sot. Mundësit sot janë më të vogla. Prindët, nana sidomos, miret me shumë gjana, edhe me shumë obligime, edhe duhet fëmijët
gjithsesi ti vendosën në kopsht, në qerë dhe... Do thotë që gruaja sot në ditët e sotme nuk është edhe aq e lirë, është më shumë e ngarkuar. Shumë e ka kohën e limitume, sepse dinamika e jetës sot është më e lartë. Po sa vështirë ka qenë me qenë grua në kohën tënde, krahasuar me sot? Kur ta krahason kohën, do me thonë grua me qenë në kohën atëherë dhe sot, atëherë ka qenë më vështirë. Sepse mundësitë dhe kushtet ka qenë më të vështira, ndërsa sot shumë kushte janë përmirësu, çdo gjë është me pulla, po koha është limitume. Edhe vërtet është për lakmi sot me qenë grua, për lakmi është. Po që ndihemi edhe më të lodhur. Dinamika i bën të gjitha. Paraqitet si pengesë, i shkurton mundësit, i shkurton knatësit, e shkurton kohën me qenë me fëmijë më tepër. Cilat janë këshillat që ti a thua vajzës tënde, si një grua, tu i kalu këto gjenerata në vazhdimsi? Unë gjithëherë vajzës i them, mundohu me shfrytzu kohën sa më tepër me fëmijët, me familjen, sepse ajo të ngel, gjithëherë ngel. Apo kupton. Ndërsa këto tjerat kryhen, edhe më vonë mundesh me i kry. Koha me familje është më e rëndësishme. Është e shenjtë, që në atë moment që nuk kthehen më. Nuk kthehen, se fëmijët rriten edhe tikin, se mosha e bën sa ma tepër që të mushin vite ata, do me thonë sa ma tepër që rriten, atëherë ikë çdo gjë. Janë tu lëviz për jetën e tyre, normalisht për... Edhe i kthehen asaj çka ata dojnë. Prindet janë pastaj... Vështirë munda ky distancimi prej fëmijëve, të qenë një nënë shumë e përkushtueshme, vazhdimisht me prezencën e tyre, e njëkohësisht tu i pa tu rrit dhe tu vazhdu me marrë përsi për vendimet vetë, jetën e tyre po ashtu vetë, krijimin e familjes po ashtu. Si ka qenë kjo për ty? Kjo është një pyetje shumë e ndjeshme. Për arsye se me rritjen e fëmijëve ti shef se ti po shkon për një mosh më të shtyme, ndërsa fëmijët po rritën dhe e mendon se një ditë do të vi koha kur ti vërtet do të ndahesh prej tyne. Ajo është shumë e ndjeshme, për mu ka qenë shumë e vështirë. Qyshe përballove? Çfarë te i kalove? E përballova nga që ndëgjo, sot edhe është teknologjia ka përparu shumë, po ta mundëson kontaktin, se përpara ka qenë më e vështirë. Prindet s'kan mujt me kontaktu ashtu shpesh si kur neve në kohën e sotme. Kanë qenë bisedat e rrolla. Po, bisedat kanë qenë, kontakte kanë qenë shumë të radha, edhe pastaj ajo largësia e ka bërë vetën. Ndërsa sot më shpesh po i kontakton, më shpesh po shifesh me ta, edhe kështu që po e gjenë një balans. Është munda nga ato nëna që e thirë her pas herë, kështu ku jeni, çka bëni, si jeni, keni hënë? Unë jam atyre nanave që dukshëm ju pengoj. Por që nana, si zakonisht është... Nana, gjithmonë është e etshme me ju dëgju zanin fëmijëve. Sado që rriten, ata kanë me ngel fëmijë për nanën. Janë të vegjëlit e tu, prapë se prapë. Po, vegjëlit e mi. Munda kthehemi të pasionit për artin, çfarë roli ka pas arti tek ti, dhe atë ka shërua, apo të ka bu mundi më e fort? Ndëgjo, mu edhe më ka shiju, po më ka ba edhe më të fort. Edhe në mua, arti luan rol shumë veçantë, se në një farë mënyre edhe më personifikon, po edhe e kam gjetë vetën. Apo kupton? Se shumë do me thonë, shumë gra, po edhe bura, mendojnë që pasi që del në pension, përfundoj çdo gjë, për mu jo. Krye topa. Për mu jo. Për mu atëherë ka fillu jeta, pasi që kom dal në pension. Se atëherë kom fillu me u marrë me diçka që mu më ka flajt, që mu më ka pëlqy, po edhe më ka plotsu. Apo kupton? Atë ka bu kjo koha më e lirë, kështu me reflektu më shumë e vetën, edhe me pa atë pasionin me nxjerr atë shpirtin artistik? Po, shumë ka ndikun mu, shumë. Edhe me ndi, po edhe me shiu atë jetën artistike. Si e mban këtë disiplinën fizike munda? A është si një përmbushje shpirtërore, apo zgjedh se është nevojë? Jo, mu më duket se është përmbushje
në shpirtërore. Shpirtërores. Qashtu. Se për nevoj, nuk është, po mendoj, nuk është, do me thënë, nuk vjene në shpreje. Si e shumë e pareqeshme. Qashtu, faleminderit. Kilinja të mrekullueshme. Se këte shpejt e thash qashtu. S'po di sa jo me paraqeshme, po. Okej. Sa e kushton rëndësi vetës, sa rutinës tëne për me mirëmbajt, Kur kom me qenë kështu si që të shojmë ne çdo Po, ditë. kur kom qenë më e re, nuk kisha kohë. Se kom qenë nane devotshme, kom mendu shumë për fëmijët, gjdo minut ju kom përkushtu atyne. Qa që edhe shoqëris, ja pata caktu një orar, pri orës 2:30 deri në 3 mundeni me më vizitu, për ndryshe më vonë jo, pse fëmijët kanë qenë në plan të parë, ndërsa sot, po më duke se në plan të parë jo. Është monda plani Qashtu, parë, plani edhe kjo ka parë, jo. rëndësi monda Jo, së tashmë është koha për ty, me shiu edhe... Edhe unë e mendoj që ashtu. Qëfar do t'i thonit atyne grave që mendojnë që është vonë për me njës diçka, e cek e krejt asë njerë që nuk është vonë, po nëse do t'ja japshe një këshill nga përvoja juaj personale. Si mesazh ju kësha dhënë që asë njëherë nuk është vonë, edhe mundohuni me gjetë atë që ka juve ju plotëson edhe ku e gjeni vetën. Në qofë se atë e arini, atëherë gjithëherë keni më duk bukur edhe keni me qene plotësume. Si ta gjesh pozitive, vetën, si ta gjesh aty ku të ngrohtë, zemra po, më mirë. qashtu. Çka ta ndjen zemra? Qka do qoftë arti, po, qoftë qashtu. një aktivitet Çka do tjetër? qoftë, çka do qoftë? Qëfar është për ju bukuria monda sot? Bukuria është më tepër, unë i kushtoj më tepër asaj të mbrëmshmes. A mendon që ajo e mbrëmshmja pastaj të bën me reflektu jashtë më mirë? Ajo e mbrëmshmja të bën me reflektu jashtë. Nëse ti e mbrënda ndjesh po menoj qetë, bukur, ngrohtë, atëherë dukesh edhe më e freskët. Po kështu i kushton rëndësi fytyrës, rutinës? Shumë pak. E rëndësishmja është shpirti, është shpirtërorja me ndihmire. Është shumë e rëndësi me ushqy shpirtin. A ka qenë ndonjëherë vështirë me balancu ëndrat e tua me përgjegjësitë që i ke pas? Me përgjegjësi sidomos edhe si familjare. Derisa kom qenë, po mendoj më e re, ka qenë shumë e vështirë. Shumë e vështirë ka qenë, sepse unë si nanë vetë ushqyse, kom pas shumë obligime, cilat ndonjëherë shumë vështirë kom ujtë me i kry, po me ndihmën e prindërve, cilët mu kanë gjetë në çdo kohë, në çdo moment, atëherë ja kom arrit. Për ndryshe ka qenë shumë e vështirë. Kur jemi këtu tek nënat që rrisin fëmijët të vetme, sa rol luan monda përkraja familjare në këto vendime jetësore dhe sa ta ka letu ty këtë proces përkraja e prindve, si që po thunë, në rrethana të ndryshme që nuk e arrit ndoshta edhe vetë me përfundu diçka me sukses, ka qenë dora e tyne që të është zgjatë? Besoj që në qoftë se prindët të gjenden afër, ta zgjasin dorën, ta lehtësojnë shumë jetën. Mu kanë gjenë gjithmonë afër, ma kanë zgjatë dorën, mu kanë gjetë për çdo rast, edhe kështu që ja kom dalë. Sikur mos të kishin qenë ata, sidomos nana mu ka gjenë në çdo moment. Prandaj edhe unë mundohem vajzës time gjithëherë me ju gjetë. Me çka përballet më shumë një nënë vetë ushqyese? Cilat janë ato? Në çdo sferë ka pengesa, në çdo sferë. Në çdo rrethan. Një nanë vetë ushqyse ka shumë pengesa, se edhe paragjykimi ekziston, në qoftë se ti për shembull gjendesh në rrugë, ajo xhelozia prej anës tjetër, në gjithëherë ajo është e paragjykuar, gjithëherë, apo kupton? Kështu që kur je përballë me krejt këto fenomene monda, qysh i ke te i kalu kështu? Qysh ke thonë që nuk janë këto që duhet me i menu, me i fut në vesh, po t'i lët kalojnë dhe ta vazhdojnë e ta shijojnë momentin, jetën dhe rrethana që. Kur isha më e re, më bënin përshtypje,
po me kohën, me kalimin e kohës, e kuptova se në çdo gjë, në çdo hap, edhe në çdo kohë, më e rëndësishme ajo mon, dhe se duhet ta jetoj jetën ashtu qysh mu më pëlqen edhe më konvenon. Përndryshe, nuk e kthej asnjëherë kokën mbrapa. Është e vështirë mund realisht një grua të vijë në këtë moment shumë e vështirë. I thot vetës që duhet të interesoj vetëm ajo që ti e mendon dhe që ajo ti e dëm për vetën. Shumë e vështirë është, shumë e vështirë. Po megjithatë duhet njeriu t'i jep vetit kurajo edhe t'i thot vetit stop me ato çka ka qenë edhe asi, mos të kthehet prapa vetëm përpara, të mendon të ecë përpara. Sot Monda, për çka njihësh më shumë kështu, edhe për çka je më shumë e lumtur e përmbushur, përveç familjes, fëmijëve? Përveç familjes edhe fëmijëve, ma e përmbushur jam me këto të arriturat që po i arris tani. Së shpejti, jam të e përgadit një ekspozit, unë nuk kam kry artin, po e kom pasion. Ma një ftesë publike, kështu së në Patjetër, ftesën e ke gjithsesi me marrë në ekspozit. E vlerësoj. Don mund, don përkushtim kjo? Apo punon natë e ditë pa ndalë? Shumë punë, shumë përkushtim, edhe shumë dashuri. Nëse nuk e punon me dashni, atëherë s'ke arrit kur gjë. Ka një pikturë që e ke lënë copëza tjetës tënde aty? Po, unë kam shumë piktura, që e kam edhe pikturën që ja kom kushtu vetit, që flet për jetën time, është në muret e banesës time, është shumë e bukur, dhe kryesisht me ngjyra e kom paraqit jetën time. është shumë e bukur, shumë e bukur. Shkoj në ngjyrat më tepër në të murme. Po pse? Pse e kom pas jetën pak më të vështirë. Po tani jetën e kom shumë të mirë. Tash ka lëvizua, ngjyrat më të hapura. Ngjyrat më të hapura, po. Monda, gjatë asaj periudhe kur e pikturojshe këtë pikturë kushtuar jetës sime, po. Tua, çfarë të kthente pas në kohë? Ishte momente që unë dalshe, mendojshe, po. Kishe më të vështirë prapë me u rikthy me punu? Po, ka pas momente, po megjithatë unë të thash edhe më herët se nëse ke vullnet, je e plotësuar edhe ke ngrohtësinë shpirt, e arrin çdo gjë. Edhe pak u preksha duke pikturuar, po mendoj, kur u kthejsha mbrapa, po megjithatë hecësha përpara. Nuk të ndalte asë edhe një gjë, sepse fundja është e kalume. S'kishte fortunë aty, s'kishte fortunë. E rëndësishmja është momenti, e tashmja dhe ardhmja. Synimet... Sidomos gjithherë e ardhmja, kur mendon ti për të ardhmen, atëherë hapat shkojnë më shpejt. Më shpejt? Më shpejt shkojnë, se ti po mendon për diçka më bukur, apo kupton, edhe diçka për me qitë në pah, në dritë, atëherë ti gjithherë mendon qysh me hecë më shpejt. Ke filluar me ishit piktura që i ke realizua, apo e dojnë po me kriju një koleksion tyre? Jo, disa i kom shit, po vlera ka qenë shumë e ullët, sepse këtu mentaliteti jonë nuk po i vlerëson pikturat. Po tani tutje kom vendosën që kanë me qenë çmimet më të larta, dhe besoj që kom jarit. Se paguhet puna, realisht po, puna normal. Jo, po është edhe shtrajt, beso që materiali, mundi është krejt. Mundi është krejt. Se ti po kalon kohë aty. Po du mundal edhe të një fazë shumë e mirë përveç më mësisë, edhe të qenurit gjyshe. Gjyshe. Sa nipa e mbesa ke? Kom 3 nipa edhe 1 mbes. Edhe jam shumë e lumtur, i kom shumë të mirë. Sa e ka ndryshu jetën tënde, Monda? Sa ka sjell dritë? Plot dritë, plot dashni. Ajo momenti kur për herë të parë, kur kom marrë vesh se do të bëhem gjyshe, për mu ka qenë një revolucion, beso. Revolucion ka qenë. Me telefonate kom marrë vesh, edhe ajo është shumë e ndihshme. Se adin prit, gjithmonë je në pritje, ato takimet me Mikesha, kur i bajshim, më fascinojshin, kur më tregojshin për nipërit, ose në mbesat e tyre, unë gjithherë tu prit, edhe një telefonat, dritë plot. Ndryshoj, edhe jetën ta ndryshon, edhe momentet që i kaloj me ta janë shumë të bukura. Po
kur erdhë në këtë jetë? Ajo ka Fëmija i parë? Ajo ka qenë me të vërtet, s'po di, shumë gëzim i madh. A u rinove shpirtërisht herë kështë munda? Pas gëzimit tim të parë, do me thënë, me lindjen e djalit, pasi që jom gëzu më shumë të njetë, lindja e nipit parë ka qenë për mu krejt. Mrekullia? Mrekulli, vërtet mrekulli. Shumë. Je gjyshe kështu që i mbështet, i përkrahën e dëshirat e tyre? Shumë. Jo me bu... A del edhe kundra dhe prindërve? Po, shumë shpesh, edhe gjithmonë... Si gjyshet zakonisht na kanë lastu. Qashtu është. Edhe gjithherë bin kontradikta me fëmijët, sa që ndonjëherë më sjedhin edhe latë, se nuk pajtojnë me mu, kur do une diçka me realizu me ta, edhe une pastaj edhe lotohem adin, edhe është pak e ftofta jade, po me gjithat e pja dalë. Po, a të bën kjo, ka që të ndjeshme kjo lidhshmëria që e ke me ta? Shumë. Me nipat, je edhe ma ndjeshme se me fëmijët e tu. Pse? Pse tani po kom ju kushtu atyne, ndërsa me fëmijët e mi kom qenë shumë angazhume. Shumë koha ka qenë limitume, se 4 fëmijë, cilit më tepër t'ja kushtoj kohën, pastaj unë kom pas edhe binjak. Edhe binjakët marrin shumë kohë. Sfidën vete, a? Sfidën vete, shumë sfidën vete, zdim. Veç me gjithat e mirë. Tashmë po e shion rritjen e nipave dhe ndesave. Po më knaqen, edhe sidomos kur po japin, kur po tregohen të talentuar në atë fushën time, në piktur, jonë qaq të fascinu me punimet e mia, edhe sa të vinë të une, nona, hajde ndo një piktur, po e bojnë zbashku. Edhe kanë talent. Pas ke inkuadru në të fushën të anë. I kom inkuadru. Me gjithse e kanë tregu vetë afinitetin, vetë e kanë tregu. Jo, e mbunu me absolut asgjë. Jo, absolutisht. E ndiku me jo, po vetë. Me dëshiren e tyne, me afinitetin e tyre, po edhe kur po më thonë, pak po lodhem aden, se po du pak mja kushtu edhe vajzës, për shembull kohën nëse djemve, po ata veç vinë në plan të parë pastaj. Sepse thujnë monda që i donë gjyshja e gjyshi, i donë nipat e besat edhe ma shumë se sa vetë fëmijët e tyre. Për arsyet kohës, do me thonë, vetëm koha ta mundësan, që fse ti ke kohë mjë dhuru, atëherë ti vërtet ju plëtson dëshirat. Atëherë... Ta shke kohë me shiu gjdo moment. Gjdo moment. Se rëthanat shpesh herë nga bëjnë që mos t'i përjetojmë ato... Rëthanat jona ato që të ndikojnë mësë shumë ti. Rëthanat, koha, kushtet, mundësit, ndikojnë sa mund është ti me qenë afër, ta po kuptan. Me fëmijët ke qenë më largë, vetëm për shkak këtyne 4 faktorëve që i përmendëm, ndërsa me nipërit edhe me mbesat, atëherë ke kohë më tepër, mundësi më tepër. Kur është puna për nipërit edhe mbesat i kritikoj, sepse teknologjia ka bat vetën, fëmijët sot rinë më tepër para kompjuterave, në rrjete sociale, me lojna, me asi. Mu nuk më pëlqen që t'imponohen shumë me këto gjana, më pëlqen më tepër të dalin në natyrë, të marrin të lexojnë, libri për mua është shumë sendi bukur. Zdi, ju imponoj shumë këtyne nipërve edhe mbesës, me lexu më tepër, edhe pse nusja për shembull, jep shumë prej saj, lexon shumë me ta, edhe i ka inkuadru në atë botë. Ndërsa këta nipërit e vajzët më tepër podojnë me këto lojnat, me këto gjanat, me umarat. Me qërton vajzën këtë ras më shumë. Gjithër i thëmë, mundohu mi ju imponu këtë. Ka e këshillon më shumë tjetër përveç kësaj si një nën? Si një nën e udhëzoj kryesisht që t'i kushtoj vetit kohë më tepër, që t'miret me vetën, sepse fëmijët rriten, do si do rriten. Edhe gjithherë në plan të parë me evu vetën, sepse shumë jemi të rëndësishme. Po më duket pa neve s'ka. Unë jo vetëm vajzën, po unë edhe nuset i këshilloj. Shikojeni në ratë parë vetën, pastaj të tjerët vinë. Pse, ju jeni më të rëndësishmet. Në qofse ju jeni mirë, atëherë edhe fëmijët janë mirë. Në qofse ju jeni mirë, atëherë edhe bashorti është mirë. Apo kuptan. Je grua e lumtur,
reflekton. Qashtu, edhe në familje. Qashtu, edhe në familje. Gjithër familja është, do me thonë, në plan të dytë, në plan të parë është femra, gruaja, e pastaj vjen çdo gjë pasaj. Edhe reflekton pozitivisht. Munda ky raporti me nuset, Shumë i si mirë. është? Shumë i mirë. Që një vjeher moderne. Po. Raporti është shumë i mirë në nivel dhe më vjen mirë që edhe këshillat kur t'ju jap, mi respektoj. I marrin vath në vesh kështu pa. Po. Se këshillat janë shumë të mençme edhe njëri nga përvoja i jap shumë. Edhe kur e shohin që vërtet ato këshilla janë kryesisht për mirësinë e tyne, atëherë mirë kuptojnë edhe më respektojnë. Është i vështirë më arrit ky mirë kuptimi mes dy palësh, munda si që diskutohet kështu në tërësi që në qoftë se e gjejnë një kompromis të mençëm, atëherë nuk është e vështirë. Në qoftë se nuk e gjejnë atë kompromisin, atëherë është shumë e vështirë. Mendoj që ka rol të rëndësishëm edhe djali në raport me... Unë mendoj se rolin kë që lun vjehra. Apo? Në qoftë se ajo qaset pozitivisht, atëherë aty s'ka nga tresa, s'ka. Djali mundet me lujtat një rol aty këtu, po jo, si vjehra, jo. Si vjehra i bjen krejt gjanat në vend vetë. Unë e mendoj, apo kupton që është të mendoj. Edhe të qenë një vjeher moderne, që i përshtatet kohës e gjeneratës së re, unë e du më të letë. E adhuroj gjeneratën e re edhe i jap gjithmonë përparësi. Beso që shumë shpesh kanë gjatë që edhe ato ma kanë dhënë ndonjë sugjerim, ndonjë këshill edhe i kom aprovu. I ke pranu shumë letë. Patjetër. Sepse nuk do me thënë që njëri është në një moshtë dhe nuk duhet të pranoj këshilla dhe nga të tjere, në gjeneratat në treja. Nuk do me thënë që vetëm unë duhet me i pranu edhe sugjerimet e nusës, edhe vjera, me i koordinu edhe me gjetë një mesatare edhe atër çdo gjë është. Arrijet një lumturi familjare. Arrijet një harmoni familjare në nivel. Që është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se ajo harmonia arrijet, atër edhe qetësia është prezente. E qetësia në familje është kyçe, sepse pre asaj vjen shëndeti, vjen çdo gjë. Shumë e vërtet, se realisht tu mos pas qëtësi, harmoni, kanë nga tresa, ka probleme çdo njëri. Ka stres, aty ka stres, edhe stresi e dim se çfarë bën. Po ti sjell të gjitha. Si arrin ta bëj njeriu. Monda, për çfarë lutesh më shumë, si një nën, si grua dhe si një gjyshe në këtë rast? Në radhë të parë, lutem për shëndetjen e fëmijëve, shëndetin e nipërve dhe mbesës, edhe për shëndetin tim. Nëse e ke shëndetin, i ke të gjitha. Qëta kemi një shëndet të mirë, përveç aktivitetet fizike, qysh me qëndru kaq të reja, kaq të bukura, në të 70-at e tona, nëse vetë e arrim. Shumë e rëndësi, ushqimi është shumë i rëndësishëm, edhe ushqimi i shëndetshëm. Po edhe duhet të gatuhet në shtëpi, e jo të ushqehemi jashtë. Unë nuk e preferoj ushqimin jashtë, asnjëherë. Unë vetë jetoj, po çdo ditë gatuaj. Edhe jam shumë adhuruese e suprave edhe e sallatave. Janë të preferuarat tua. Do me thonë, kjo mundet me qenë pak si një sekret që munda është unë për atë arsye dhe jam vitale. Se i gatuaj vërtet mirë dhe i preferoj. Me dashuri, po edhe gatimi lyp dashuri. Qofse ti nuk e gatun me dashni, beso që s'ka. Nuk është gatimi mirë. Nuk më shijon. Nuk më shijon. Monda, cili është një mesazh për vajzat e reja që po na shohin sot, sidomos në këtë ditë të 8 marsit, në ditën ndërkombëtare të gruas. Nga një zonjë po ashtu shumë e zonja dhe shumë suksesshme, paraqitshme në gjitha rrethanat. Ndëgja, mesazhi im kishte me qenë që t'i dhurojnë vetit kohë, t'i dhurojnë vetit mundësi që ta shijojnë jetën ashtu qysh ajo i ofrohet, dhe që asnjëherë mos të ngurojnë, që të vazhdojnë me hapat cilat ata
ato i dëshirojnë. Asnjëherë mos dorëzohen. Asnjëherë mos dorëzohen. kur kanë sfida Asnjëherë në mos jetë. dorëzohen. Sepse ja shembulli më i mirë kur ka kalu sfida të shumta, e Asnjëherë. që sot reflekton pozitivitet, energji të mirë dhe Qashtu, sfidat të rëzojnë, munden me ta dalsu hapin, po asnjëherë mos mu dorëzu. Asnjëherë. si që më the më herët, në sfida duhet ta gjesh vetëm për muri më këmbë dhe më e fortë, më e fuqishme. Po, më e fortë edhe më e më e fuqishme. suksesshme, me gjetë vizionin më të qartë të jetës. Sigurisht. Munda unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për mundësinë që ma japet të kem këtu në salë. E vlerësoj shumë prezencën tënde, faleminderit shumë që ishe me mua. Faleminderit për ftesën edhe faleminderit për hapësirën që ma dhatë për me u shpreh. Na të ftojmë edhe herave të tjera, por shpresoj që shumë shpejt do ta kemi mundësinë ta shohim edhe ekspozitën. Edhe ekspozitën. Të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit për ftesën edhe vërtet u kënaqa. Faleminderit edhe një herë. Po shpresoj që gjithçka le të shkojë mirë e më mirë në ekspozitë dhe nuk ka dyshim. Tu që një shpirtë artiste si që ti. Shumë faleminderit. Ju di për nder edhe shumë faleminderit. Ne po vazhdojmë me marketing dhe kthehemi shumë shpejt.